Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Në programin e sotëm do të flasim për një temë e cila mbetet gjithmonë aktuale, ka gjithmonë interes, është ndoshta një nga objektivat e shumë familjeve aktualisht që flasin, pikërisht blerja e një shtëpie. Aktualisht si është tregu i pasurive të paluajtshme dhe praktikisht si po lëvizin çmimet. Është gjithmonë një temë që merr vëmendje, ka gjithmonë interes, si për ata që duan të blejnë një shtëpi të parë, ata që janë duke planifikuar një shtëpi të dytë, ata që duan të investojnë pikërisht në një koncept biznesi, le themi, në pasuritë e patundshme, kështu që tema është gjithmonë interesante dhe aq më tepër që është gjithmonë një çështje në dinamik, në zhvillim, në evoluim, sepse vazhdon edhe ndryshon tregu i pasurive të paluajtshme në Shqipëri, kështu që si jemi aktualisht që flasim, unë do të pres të ftuarit në studio me cilët do të diskutojmë. Atëherë, le ta nisim së pari me Sigurd Marsin, ai drejton Chelsea Media Group edhe ne kemi parë edhe në televizionin Klan në një produksion referuar pikërisht pasurive të patundshme, presim Ylli Sula. Ylli! Mirë se erdhe. Falenderoj shumë që je këtu, kënaqësi që të kam në studio dhe të ftoj të ulesh për ta nisur bisedën të gjithë bashkë më pas. Do të presim një ekspert e ekonomie, është ajo që do të vijë në këto momente, Etleva Treska. Presim. Zoja Etleva, mirë se erdhe. Kënaqësi që ju kam në studio, ju ftoj të uleni. Vazhdojmë presim një tjetër zonjë, ajo është eksperte dhe investitore në pasuri të paluajtshme, Armelinda Shtiza. E presim. Armelida, faleminderit. Muaj të mbarë. Dhe presim një tjetër ekspert imobiliar, Gjin Gjoka, e presim. Gjin, mirë se erdhe, falenderoj që je këtu. Faleminderit. Çfarë koincidencë sot të gjithë Gjinia, jo, burra dhe krapo, do më thënë ngjyrat vetëm bezh edhe blu, bojqellet, nuancat. Ka qenë një rastësi, po është një 50 Shades of Blue sot në studio, se çfarë do të thotë kjo nuk e di, ka lidhje me Bregdetin, nuk e di. Sot ose edhe me qiellin, duhet hapim qiellin. Mirë, atëherë le ta nisim fillimisht me insertin që kemi përgatitur në lidhje me temën, që i referohet edhe të banka edhe të dhënave të fundit të publikuara nga Banka e Shqipërisë, se ndjekim dhe kthehemi në studio. Blerja e shtëpisë është një nga investimet më të rëndësishme që çdo familje bën për mirëqenien dhe të ardhmen e saj. Por çfarë po ndodh sot me tregun imobiliar? A do të bëhet edhe më e vështirë blerja e një banese? Tregu i banesave në vend po përjeton një rritje të ndjeshme, sipas të dhënave të fundit të Bankës së Shqipërisë, vetëm gjatë periudhës janar-qershor të vitit 2025, çmimet e banesave në rang vendi janë rritur me 14.6% krahasuar me 6 mujorin e mëparshëm dhe me 41.7% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Indeksi Fisher i çmimit të banesave në rang vendi shënoi rritje të ndjeshme me 14.6% ndaj 6 mujorit të mëparshëm dhe me 41.7% ndaj së njëjtës periudhë një vit më parë. Rritja e indeksit ishte rrjedhoje çmimeve më të larta të raportuara në të gjitha zonat e vendit. Në kryeqytet, rritja ka qenë e fortë ku çmimet janë rritur me 5.1% brenda 6 muajve dhe me 32.6% në terma vjetor. Përveç shtrejtimit, është zgjatur ndjeshëm edhe koha e shitjes. Një apartament në Tiranë sot kërkon mesatarisht 11.1 muaj për të shitur, nga 7.1 muaj më parë, çka sinjalizon një treg më të ngadalt pavarësisht çmimeve në rritje. Ndërkohë, edhe tregu i qerave ka shënuar rritje të kërkesës dhe çmimeve, kryesisht në Tiranë dhe zonat qendrore. Me ritme të tilla, shtrëngimi i banesave pritet të vazhdojë të jetë një ndër sfidat kryesore për blerësit gjatë muajve në vijim. Ky ishte materiali dhe kishim përmbledhur, le të themi, deklarata të Bankës së Shqipërisë dhe le të themi të konfirmuara dhe të sakta pa diskutim. Cili është komenti juaj për gjendjen aktuale, për ta nisur fillimisht një herë? Një panoramë se si e shef secili peizazhin e investimeve në pasuritë e patundshme në Shqipëri. Ta nisim me Yllin atëherë me që merr edhe me studime, përveç se edhe ka median e vet të fokusuar pikërisht në këtë fushë. Tek Chelsea ne kemi databazën më të madhe për 27 vitesh për sa i përket pronave. Dhe kemi edhe një indeks për çmimet e pronave, që është indeksi Key Data, të cilin nxjerrim çdo 3 muaj.
mund të konfirmoj që trendi është ai që del dhe nga indeksi i Fisher i Bankës së Shqipërisë. Pra, edhe një por ka një dallim. Pra që ka një lloj ka një rritje. Ka një rritje të çmimeve, është e padiskutueshme. Por ka një jo në nivelet. Nuk është në atë nivel sipas indeksit ton, nuk është në nivelin që e paraqit Fisheri, pasi indeksi Fisher merret përgjithsisht me ndërtimet e reja. Ka më shumë ndërtimet e reja. Ndërkohë që ndërtimet e reja në raport me tregun tjetër të, po them, të apartamenteve, të banesave, nëse duam të flasim vetëm për banimin dhe jo për hapësirat tregtare, komerciale, ka një trend më të ulët të rritjes së çmimeve. Nuk është me atë trendin e godina e ndërtesave të reja. Por, gjithsesi, nga indeksi jon nga 2005 deri në 2025, pra 20 vitet e fundit, çmimi i metrit katror të banesave, të paktën në Tiranë, është trefishuar. Është trefishuar. Trefishuar. E konfirmon dhe ti, Gjin? Po, realisht. Atëherë spari në qoftë se flasim për pasuritë palujshme, realisht, duke qenë se është një kolona kryesore e gjithë buxhetit të shtetit dhe GDP-s, po thuajse tashmë po bëhet e rëndësishme, çdo ditë për të diskutuar dhe për të mirë informuar, është shumë realisht se zotëria vërtet konfirmon një gjë, ka kaluar trefish çmimin për 20 vite. Dhe ajo, ku në thëmë në shumë studio tjera, ju premtoj që kush ka plan për të ble është shumë i vonuar, sepse me hapjen e portave të BE-s në 2027 që jemi afruar shumë afër 2028, ju premtoj që nuk do thëmë 2 fish, por edhe 50% do jenë çmimet më të larta. Ku konsiston kryesore është situata sepse nuk janë më ato ndërtime të cilat janë edhe pa standarde, ka ndërtime me standarde. Sot çdo pallat i cili po bëhet një performancë vërtet që është me gjitha resurset e komponent, me 2-3 elevator që është shëndësor, me elevator work, me sprinklers, me korridore, me shkallë të gjitha, me mirëmbajtje, me maintenance, me ligjin dhe këto gjitha në kosto parash. Dhe nëse flasim për rritje, nuk flasim vetëm rritje çmimi si tull dhe si betone. Flasim me si cilësia, sepse po flasim për ndërtimet e vitit 2025. Absolutisht që po. Pra, do më thënë ti thua që do rriten shumë, sepse ne edhe herë të tjera kur kemi folur në studio, dhe ajo që dëgjojmë duket sikur ka një lloj stabiliteti në çmime të paktën për sa i përket nuk duhet të ngatrojmë stabilitetin me blokimin e momentit të disa faktorëve, ju siç e dini me datën 1 janar të 2026 fillojnë edhe... Nuk do ta quaj bllokim, po gjithmonë është që ka një kurb të vetë, do të arritë një lloj maksimumi dhe do të mua kur më vi fjala do jap një analizë vetëm 5 fjali. Vetëm një fjali. Ka një aksion në sa i përket pronave, çmimet e pronave maksimumi mund të stagnojnë pra në një moment caktuar, po çmimet e pronave vetëm nëse ka në një krizë të nivelit rënues mund të bien. Çmimet e pronave gjithmonë janë në rritje. Vetëm stagnim të përkohshëm mund të ketë. Prandaj dhe konsiderohet si një nga investimet më të sigurta dhe më të mira. Absolutisht që po.